krejt struktura administratës tatimore është ndërtu prej BE-s. Përkraja e BE-s në të gjitha fazat. Investimi për pallatin e drejtësisë. Në luftimin e krimit ekonomik dhe sistemi i drejtësisë është investimi ma kapitali i Bashkimit Evropian dhe i partnerëve të tjerë, këtë rast Shtetet e Bashkuara të Amerikës, norvegjezëve dhe partnerëve të tjerë, pa mohu rëndësinë e gjithëve që kanë investuar sidomos në ndërtimin dhe konsolidimin e këtij sistemi të drejtësisë. Dhe në radhë parë duhet të përmend faktin që gjithë proceset e reformave që janë nënshtruar në periudhën e pas luftës, nga shputja e sistemit ligjor nga Jugosllavia deri te struktura e gjykatave në vitin 2013 dhe pastaj edhe aplikimi dhe pranimi i standardeve ndërkombëtare për sistemin e drejtësisë në fakt janë mbështetje e Bashkimit Evropian dhe i partnerëve të tjerë. Krejt struktura administratës tatimore është ndërtuar prej BE-s, se fillet e para i kanë bërë. Po kur kthesh në strukturën që tash aktualisht është, mundemi veçu dy njësi që kryesisht kanë të bëjnë me hetimet që janë më komplekse për nga natyra, edhe njësit për mbledhjen e borxheve. Pra, pjesa e hetimeve ose njësia e hetimeve ka kërku më shumë njohuri sa i përket hetimeve financiare, që në Kosovë ka mujtë me qenë mangët ajo, pra dhe kanë ardhur ndihme prej shteteve të ndryshme, po kryesisht janë paguar prej fondeve të BE-s. Përkraja e BE-s në të gjitha fazat ka ndihmuar që dogana e Kosovës të ketë një qasje shumë efikase karshi kontrabandës, evazionit fiskal dhe në gjitha formë mashtrime që na bën. Investimi për pallatin e drejtësisë, që është objekti qendror i sistemit të drejtësisë në Republikën e Kosovës, po edhe investime tjera kapitale që lidhen me sistemin qendror të evidencës penale që ka qenë po ashtu një projekt kapitali i Bashkimit Evropian dhe i cili është përfunduar në vitin 2022. Nga projektet më të rëndësishme të Unionit Evropian ka qenë ai i realizuar në Bashkëpunimin me Këshillin e Evropës, i cili ka qenë projekti në luftimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit, i cili ka pasur 3 faza. Të 3 fazat janë mbi 12 vjet projekte të Unionit Evropian dhe Këshillit të Evropës në përkrahje të agjencisë, qoftë në krijimin e dokumentave strategjike dhe dokumentat të punës së agjencisë, po ashtu në trajnime specifike, në vizita studimore në pamjen e praktikave më të mira të vendit të Unionit Evropian dhe zbatimin e këtyre praktikave në Kosovë. Na i ofrojmë diku 59 shërbime përmes platformës së EDIT, që janë shërbime që ofrohen për tatim paguesit. Shumica e tyre janë përkrahje i Bashkimit Evropian. Do të më përmend edhe sistemin qendror të evidencës penale që ka pas një kostë dikon 7 milion euro dhe që realisht e ka ndërtu logjikën që nga shërbimet manuale dhe mënyra klasike e funksionimit të gjykatave duhet kalojmë në një stad tjetër. Për shembull, ka software të veçantë që lypin prejardhjen e transaksioneve që ty me një Excel të thjesht nuk është që mundesh me i bë. Ose lypin relacionet e njerëzve, burimet familjare të tyre, lidhjet, konfliktet e interesave që i kanë me to. Një prej tyre quhet iBase, për shembull, edhe këto i marrin dhënat prej administratës tatimore të Kosovës, mandej ato krijojnë modelime të ndryshme sa i përket vijes së hetimit ose rrugës cilën duhet me ndjek ata.